تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Për të vëllezër nga edukata e lartë profetike, si dhe nga identiteti i çdo besimtarit është që ai ta mbron tauhidin e tij, ta mbron njohshmërinë, besimin e tij, ta mbron identitetin e tij dhe dallueshmërinë e tij në mes besimit të tij dhe të tjerëve. Se Allahu na ka dalluar me besim, që na ka zgjedhur dhe na ka bërë musliman. Na duhet që të dallohemi. Na nuk duhet që ta humbim identitetin tonë. E veçanërisht në këto çështje apo në këtë kohat kur janë, domethënë, tash edhe ato festat e fundvitit, e festi i vitit të ri, e festi i kësaj, e festi i asaj, i shef muslimanët në vend që ata të dallohen me besimin e tyre, të dallohet me bindjen e tij, me tauhidin e tij, me njohshmërinë e tij, me monoteizmin e pastër të tij që ka në krijuesin e tij, ai i shkreti shkon përsëri mbështetet dhe bile shkon dhe i merr ato dritat e i vendos mallit të tij, objektit të tij, shtëpisë të tij. Pse? Së bashku që të feston, me kanje duke festu, ku i drejtohesh me atë festim? A ke bërë pyetje si musliman, identiteti yt si musliman? A ta lejon ty një çështje të tillë? Ku me të vërtetë është shumë e madhe. Që të përngjasohesh, e të bashkohesh, e të festojsh zbashku me ata të cilët e kanë hidhruar Allahun xhel xhelalu. Me të vërtetë se vëllezër, është çështje shumë e madhe që një musliman mos të interesohet për besimin e tij. Si është kjo çështje, si qëndron kjo çështje, që ti të bashkohesh zbashku me festa me to, apo t'ja urojsh festën e tij. Po pastaj gjithherë të gjejmë jo kështu, jo ashtu, a kurse dietarët janë të bashkuar sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe të dietarët tjerë të cilët janë për mas për t'ju larguar festeve të jo muslimanëve në festat e tyre. Dhe kanë bërë obligim largimin dhe shmangjen nga festat e jo muslimanëve. Besimtari i ka festat e veta. Identiteti musliman është ndryshe. Allahu na ka dalluar ndryshe. Na nuk kërsasim as bredha vendosim as që drita ndriçojmë, por shkak se çka është, nëse kthehemi në bazat e besimit të tyre, çka festojnë? Krishtlindje. Çka është Krishtlindje? Nuk është be jona ajo. Na jemi ata të cilët i festojmë të gjëra. Nuk na takojnë neve si musliman, çfarë Krishtlindje? Na nuk besojmë as lindjet Zotit, as vdekjet Zotit. Na e kemi një krijues i cili është pa fillim dhe pa mbarim. Ai është krijuesi i gjithësisë, i dukshmi dhe i padukshmi është Allahu xhel xhelaluhu. Është i gjithfuqishmi, i plot fuqishmi, i gjithdijshmi, i urti Allahu xhel xhelaluhu. Që jep jetë dhe jep vdekje Allahu xhel xhelaluhu, që meriton adhurimin vetëm ai është Allahu xhel xhelaluhu. Ajo me kitë me atë ma tjetër. Për atë vëllezër, transmeton Imam Buhariu në librin e tij Tarikhul Kebir, një fjalë të Omerit radhiyallahu anhu, i cili tha: "Ijtanibu a'da Allahi fi ayadihim." Largojuni armiqve të Allahut në festat e tyre. Mos merr pjesë në festat e armiqve të Allahut xhel xhelalu. Se sa ato kanë shpifur për Allah. A di çka do të thotë të thuash Allahu ka lind fëmijë, ka fëmijë, ka marr fëmijë. E ti të afrohesh, të përngjasohesh me atë që ka shpifur për Allah. Me të vërtetë se është çështje shumë e madhe. Por ato vëllezër hadithin të cilën transmeton Imam Buhariu nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, i cili tha me një hadith i qudsi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Fakadhaba ibnu Adam wa lam yakul lahu dhalik, wa shatama ibnu Adam wa lam yakul lahu dhalik." Tha, më ka përgënjeshtruar biri Ademit dhe nuk i takoi një çështje e tij. Dhe më ka sharr biri Ademit, më ka fyer biri Ademit, nuk i takon ajo çështje atij. Allahu xhel xhelalu ta thot: "Më ka sharr biri Ademit, si takon?" Tha, përgënjeshtrimin që ma bëri është kur ai pretendon se unë nuk do ta kthej mo edhe një herë ashtu sikur që e kam kriju.
Njeri është i tilla, thua do të krijohet ma pet përsëri sikur që morë ti s'ke kërkon hiç. Allah të ka sjell prej hyçit, prej asnjë sendit ka kriju, a do të më kthen edhe një herë. Kjo është logjika e dobët dhe edukata e shuar komplet. Sjellja e shuar komplet me Allahun, a do të më kthen edhe një herë. A kurse Allahu xhel xelaluhu është ai i cili tha kema bada'na awwala khalqin nu'id. Sikur që ju kemi filluar përsëri ju kthejmë. Dhe se kthehimi është shumë më i lehtë se sa fillimi në çështje. Nëse logjikon me logjikën e edukimit të thellë mirë me ditori. Dhe gjithashtu tha, më ka fyer biri Ademit dhe më ka sharë biri Ademit atëherë kur ka thonë se unë kam marrë fëmijë. Allahu xhel xelaluhu s'ka nevojë të ketë as fëmijë e as grua as një send. Pse? Allahu xhel xelaluhu tha nga kjo fjalë aqeron që është në surën Maryam, o vëllezër, nëse dëshironi mund ta shikoni dhe është shumë e preferuar që muslimoni spaku t'i lexon këtë çështje. Këto sure me të cilët janë të mbushura me kuptim shumë të madh, që ti vetë ta hulumtojsh ta shikojsh se Allahu xhel xelaluhu si u ka shpreh ndaj atyre të cilët thanë se Allahu ka fëmijë. Isa djali i Zotit të thuajsh, me të vërtetë është çështje shumë e madhe. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Thanë se mëshiruesi ka marrë fëmijë, ka fëmijë. E kjo është me të vërtetë shumë e madhe. Derisa cilësoj Allahu se sa është e rëndë kjo fjalë. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda. Tha Allahu xhel xelaluhu gati se kodra toka të pëlses, gati se të pëlsasin qiejt. Takadu as-samawati yatafattarna copa të bëhen. Qiejt e të çohet toka e të dridhen e të thërmohen kodrat, të bëhen thërmi nga rëndësia e kësaj fjale që ti gjithëmishirshmit duke thonë se ka fëmijë. Anda'u lir-rahmani walada. A ditë kur thirrën se thanë gjithëmishirshmi ka fëmijë. Ka në fyn gjithëmishirshmin. Qijet coptohen, tokat çohet, kodrat të çrrajnosen. Tha Allahu xhel xelaluhu anda'u lir-rahmani walada. A ditë kur thirrën kur thanë se Allahu ka fëmijë. Wama yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Si takon gjithëmëshirshmit asnjëherë tha, çajt këtë fëmijë, s'ka nevojë. Ai është gjithëmëshirshëm. In kullu man fi s-samawati wal-ardi illa ati ar-rahmani 'abda. Çdo kush që është në qiell, në tokë, çdo sen, përveç se i vjen Allahu xhel xelaluhu si rob, tha Allahu xhel xelaluhu. Çdo kush që është në qiell, në tokë, çdo sen, përveç se i vjen Allahu xhel xelaluhu si rob, tha Allahu xhel xelaluhu. Përveç se i vjen Allahu xhel xelaluhu si rob, tha Allahu xhel xelaluhu.